Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka mirëpritur këtë të premte të rinj nga 13 shtetet e Europës, duke i shndruar auditorët e tij në Parlamentin Evropian të rinisë deri më 23 mars. Ceremonia hapjes u mbajt pranë sallës Ali Aslani me energjinë e rinisë shqiptare dhe europiane, e cila u bë bashkë për të ndarë ide, por edhe për të krijuar misi të reja. Rinia europiane dhe shqiptare në ambientet e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali solli energjinë si vetrinia. Të pranishëm në këtë aktivitet ndërkombëtar, autoritetet e larta të pushtetit vendor, si dhe të ftuar. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini tha se inteligjenca e të rinjve, bota e tyre e pasur, do t'i bëjë edhe më të lehta sfidat, ndërsa qëllimi është i përbashkët, thot Mersini, me qëllim zhvillimin e të rinjve, nxjerrjen e liderëve, për të vendosur në jetë energjinë pozitive që ka rinia e për të evidentuar tek ata liderat e të ardhmes. Bota po ndryshon në mënyrë të frikshme edhe dinamika i takon vërtet brezit X, një brez i cili po e shikon botën në shumë dimensione, edhe në qoftë se dikush do të thoshte ku o vadis kjo botë, besoj që energjia juaj, inteligjenca juaj do t'japi të ardhmes përgjigje, edhe përpara jush bota ka shumë sfida, është ajo sfida që ne kemi me të rinjt, në mënyrë që të rinjt ta çojmë përpara këtë botë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe t'i gjejnë zgjidhje vuajtjes, t'i gjejnë zgjidhje sëmundjeve, t'i gjejnë zgjidhje luftës së drogës edhe asaj errësirës që shpeshherë gjendet tek të rinjt. Keni forcën që çdo enigme të kësaj bote t'i gjeni zgjidhje, keni energjinë që të shpërndani pozitivitetin dhe të sillni në jetën edhe të prindërve, edhe të fëmijëve tuaj një të ardhme të ndritur. Uroj që këto sesione që ju bashkojnë nga shumë vende të botës të jenë sa më të shpeshta, edhe brenda juaj keni lidera, keni energjinë që do na duhet edhe në këtë qytet. Kështu që unë shpresoj që kjo është hera e parë, po mos jetë e fundit të vini në këtë qytet, edhe shpresoj fort, po edhe uroj fort që hera tjetër në këtë qytet të jetë me më shumë të rinj. Shumë faleminderit, edhe kjo ditë tjetë sukses në të rinj. Të rinjt nga vendet të ndryshme të botës kanë ndarë eksperiencat, por edhe kanë folur si parlamentarët europian, duke sjellë në diskutim sfida dhe ide për të bërë më të mirën për bashkëmoshatarët e tyre, por edhe për popujt e vendet nga vijnë. Dear delegates, fellow officials and honorable guests, it's my pleasure to speak to you as the editress of this session, who will be leading the work of the media team. On my part, I would first of all like to sort of repeat what I said at the general team building. We as the jury team are of course responsible for the selection process, but we really want to emphasize that what is our vision, and what we want to emphasize is that we are here to help you guide. If you are joining us for the first time, I cannot wait for you all to experience EYP firsthand. And if you are a returning delegate who already knows the magic of what happens at our events, then welcome back. Am I audible? I think so. Welcome to Vlora. It is great to see you here. It is great to see first-time delegates, but also some familiar faces. I won't be repeating what the previous speaker said, because, yes, I'm also going to tell you to be bold, to make new friends. Don't stay only with your own friends that you know. Zvendes rektoria Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, Majlinda Zahaj, tha se ndihet e lumtur që Universiteti Ismail Qemali mirëpret të rinjt e Parlamentit Evropian. Po, ne jemi shumë të lumtur që mirëpresim të rinjt e Parlamentit Evropian. Ky është një aktivitet që i është kërkuar Bashkisë së Vlorës dhe ajo ka vendosur që këtë aktivitet kaq të rëndësishëm rinor, ku më mirë se sa në ambientet e universitetit mund ta zhvillonte. Të rinjt mlidhen këtu për të zhvilluar idetë e tyre, për të rahur idetë, mendimet dhe interesat e tyre, duke na nderuar dhe ne me pjesëmarrjen e tyre, dhe jemi shumë të lumtur që të krijojmë komoditete të përkatshme. Jemi shumë të lumtur, kaq. Studentët janë shumë të interesuar që të marrin pjesë, të diskutojnë, të shprehin idetë e tyre, të rahin mendimet e tyre, dhe këto ide pastaj do të vazhdojnë, do të çohen në Parlamentin Evropian. Ceremonia e përmbylljes së këtij aktiviteti do të zhvillohet ditën e hënë më 23 mars,
ku të rinj nga 13 shtetet e Europës pritet të përshëndeten edhe nga rektoria Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesore doktore Aurela Saliaj.